Shumë që reagojnë në rrjete ose kudo, domethënë aty ku shprehen edhe njerëzit, qoftë edhe aty ku I takojmë ne, që thonë që duhet me ndrujë lloj strategjie, duhet me kalu me hap tjetër, si duhet me turbullu pak ujë, jo po me njëjtën vrim, po me njëjtën gjë, jo mirë me policët, jo hajde shkojmë këtu, bëjmë xhiro. Pra duhet diçka edhe më konkrete se këto e kemi parë për shembull. Kur nuk shohin njerëzit këtë lloj lëvizje, edhe tërhiqen. Po. Unë kam parë një detaj të vogël kë protesta. Për shembull, kishe po e nisi nga fillimi. Ka njerëz që thonë duam rrëmuj, duam gjëra, ka njerëz që thonë duam paqe. Secili unë respektoj, dhe ai që do dhunë, dhe ai që do paqe, secili ka këndvështrimin e vet si mendim. Unë jam kundra dhunës herë, personalisht. Por si mendim, ai thotë që shiko se duhet bëjmë pak dhunë sepse ashtu mendon se mund të rrezohet. Pra kemi dy lloj gjësh. Unë e kam parë në protestën që u bë protestë me diasporën që pa 2 ditë që ishin plot. Edhe në fillim, pasi e rrethun një herë, nuk e di, të dytëm duket e rrethun atë kryeministrinë, a e para nuk e mbaj mend. Fillim erdhën thonë pritën shumë se do bëhet një rrëmuj, do rrezohet aty. Kishin premisa njerëzit. Pastaj kur mbaroi protesta thanë jo po kishin pritshmëri, pse s'u bë kjo rrëmuj, pse s'u bë kështu? Jo për rrëmuj, po pse s'u bë një hap tjetër, mos ta quajmë rrëmuj, se nuk e dim se çfarë mund ndodhte. Hapi tjetër do ishte një konflikt se s'keça bën ai magji tjetër aty. Kur ke dyta, kam gjuhë, nuk e di se kush ishte që tha mikrofon, që tha troç mikrofon. Protesta është e ju, tha bëni çfarë doni si ta ndjeni. E kam gjuhë vetë dhe po të merrni xhirime do jetë. Pra, kur thuhet protesta është e ju, e bë çfarë dush. Po vra një herë në para. Pra ke dyta, ke para u vra, nuk ishte te dyta, nuk ishte po e njëjta, le të them, nuk ishte mbush sheshi aq sa ishte tek e para, nuk ishte po e njëjta frym, nuk ishte po e njëjta energji, nuk. Po ke dyta edhe ti energjinë që ti ke në dorë vet, qofse ti mendoj që do bësh diçka, mund ta bësh më, por problemi është, un kam parë dhe kur ishin protestat e kur u vra Klodian Rasha nga policë, ishin 3-4 ditë që kam qenë vet prezant. Çfarë s'u bë me dhunë, thye ne, thy këtej, nuk e arritën, nuk e arritën. E kupton? Nuk është çështje mos e orientojmë ke dhuna, pra se nuk ka një hap tjetër. Pra, ti thua kam për shembull, ti meqense je vazhdimisht në terren, për shembull, që më ka bërë përshtypje edhe mua, edhe si qytetar, por edhe si gazetar që si për çfarë si u la 2 javë bosh domethënë parlamentit, ndërkohë që ne te parlamenti e kuptuam që është plaga më e madhe atyre. Po pse s'u ngritën këto që thonë të bëjmë një hap tjetër? Ku janë këto? Nga tastiera u larguan. Aty ishin, vishin gjithë shqiptarët. Po këta që organizojnë, pra, këto që e bëjnë këtë gjë, pse nuk i çuan njerëzit ato 2 javë ose 3 javë që e lanë parlamentin bosh? Ndërkohë që ishte rrethuar me 2-3 mijë forca policie. Kjo ishte ajo pjesë që thonë tani ne jemi dy protestues thjesht, 2 njerëz thjesht aty që thjesht kemi jo kontributin ton, por janë pikë pyetje që të themi se ka shumë njerëz që thonë po ju, nga që e shoh që shkojnë protestat, po ti pse se bëni kështu, japin mend. Po hajde ti bëj. Hajde ti, jam dakord. Qofse ti thu, ky grupi nuk bëri këtë, atëherë bi që ky grupi ka një organizator. Ti thu unë vi për veten time, vi për gjërat e mia. Tash ti i kërko llogari këtyre. Pra i bi që kemi një grup organizatorësh. Tash ti ta vendosi. Ti mendon, ka si një o ti kërkon llogari këtyre që janë një grup organizator aty te kjo protestë. Unë mendoj se cili është organizuar në mënyrën e vet që di dhe në potencialin e vet. Pse? Dikush për shembull, unë si kudret, unë dhuntia ime që kam unë për shembull si fotograf, bëj një video, thedh një videon time. Vetëm ti mund të jesh organizator sepse po jep një kontribut për vete. Disa çuna që janë të marshimit janë për marshimin. Po të fusësh mu ke marshimi, unë nuk e bëj dot. Po të fusësh mu ke mikrofoni, unë nuk e bëj dot. Domethënë, në mënyra të vogla, në struktura të vogla, mund të quajmë një lloj organizim ose organizim, secili është mirë organizuar. Por mua nuk ka thënë kush, o kudret ti pse e bën këtë video se flet kështu. Sepse po të ishin përfaqësues protestës, do të kishin një grup do na kishin thënë shiko pse e bëre këtë. Por unë besoj që është e lirë, unë nuk i them atij të marshimit pse çove këtej majtas, se çove djathtas, secili e ka atë mendimin e vet. Unë nuk jam për shemb as për organizimin e protestës, as nuk jam organizator, unë thjesht si kudret si qytetar me gjithë shpirt flas për çdo gjë që më bën përshtypje nga kjo padrejtësi që na është bë, edhe e shpreh në mënyrën time. Tash ti mund të marrin si organizator, mund të marrin kujdes si gjujtës me vesë, s'kam gjujt me vesë, po unë për shkak nuk jam vëlla me gjujt me vesë.
as kam shku me gjyt me vesë, nuk jam atë lloj tipi, unë formën time, me atë mendimin time kam, bëj një status, por a ka ndikim? Ka ndikimi imi, ka ndikim, mund të ketë ai me vezë, mund të gjujë edhe një me gur, ku varet si organizo. Pra, vetë, për shembull, kam pa se ndërhyrë ato fëmijë që pikturojnë. Pra, është dikush që ka organizu, por nuk mund të them unë që ky ka kap fëmijët, ka kap protestën se ka kap fëmijët. Nuk e them dot. Pra, ke grupi tjerë. Flamingo për shembull, që edhe Flamingo, edhe ata bëjnë një pjesë shumë interesante edhe tek protesta. Tashti ato bën një, çfarë ti them unë që ato kanë kap atë, po merr edhe ti një biri. Kush duken më të organizuar nga këto mini grupe që theti që e pasurove gjithë protestën? Unë do thonë, kjo është një organizim. Si mendim tënd, po. Si mendim tim është një organizim perfekt. Po them kot, qofse jemi tamam si një trup i vetëm. Pra, nëse ti je syri i protestës, do thotë ti që ke xhiru, kam parë që ditën e parë që ke xhiru. Ti je syri i protestës. Tash nëse ti ke syrin, dikush mund të jetë dora që pikturon, dikush mund të jetë zemra që rre. A bëjnë dot pa njëri tjetrin? Ti nëse s'do kishe syrin, a do funksiononte dora jote? Pra nëse ti s'do kishe zemrën, a do funksiononte organet tjera? Jo. Jemi bërë tamam si një trup i vetëm. Por si lindi kjo? Atë ka thonë dikush ty ngriu moraltin, xhiro. Mund ka thonë kush o ku drejt ngriu bëj ca video? Jo. Dikujt i ka thonë pankartat. Kush i ka thonë pankartat? Dikush janë organizuar në cilin grupet e vetme dhe kanë parë qëllimin se cili është kreativ dhe këtë gabim ka shteti si vetë tha Rama edhe disa deputetët të tjerë që kjo protesta ka qenë një protestë kreative. Po, ka qenë protestë kreative. Po pse këtë kreativitet po e përdorim për këtë protestë, pse se përdorim për në qeveri, për ky piktor të ze venen aty ku duhet, ky kameraman të ze venen aty ku e meriton, ky gazetar të ze venen aty. Se këtë kreativitet ta shpalosim ke shteti, ta japim kontribut drejt për shtetin, a do kishim një Shqipëri më të mirë? Po, sepse ky lloj kreativiteti mungon këtij shteti që ka degraduar në këtë farë. Ka degraduar sepse kemi parë njerëz që janë orator, ke njerëz që kanë energji, ke njerëz që duan kombin e vet. Ke njerëz që flasin, ja ti bën një podcast, pse mos jesh një zëri për Shqipërinë, na përvojësosh për shkakun në Europë, flasësh një zë ndryshe, flasësh për shumë çështje që mund të ketë nevojë Shqipëria. Pse ty të lodhim ne të bësh podcast me lloj njerëzish, të janë nxjerrësh atë frytin kur ti mund të kesh potencial për të bërë diçka më të mirë për vendin, po s'është provu, ndoshta nuk je aty ku duhet. Por ta japim mundësinë të testohet, se ti unë mund të jem shumë fotograf i Zotit, mblet sheske furrë bukës. Jam dakord që edhe të njerëzit kanë nevojë për bukë, po mase ka mundësi të jem fotograf, të jem më kreativ, tregoj potencialin tim. Dhe ky është problemi në Shqipëri, sepse secili ka hyrë ke punët e njëri tjetrit. Pra, unë jam fotograf, bëhem gazetar. Ti je gazetar, je bërë fotograf, sepse aty ke gjetë hapësirë, aty ke gjetë mikun për të bën një punë. Dhe kemi hyrë hak njëri tjetrit, dhe është bën një rrumpall. Pra, ky kreativitet, kjo energji rinie që po organizohet, pse si shfrytëzon për një punë më të mirë që ta ndërtojmë Shqipërinë? Po jemi në drejt protestës. Pra, kjo protestë ka qenë kreative, por është e dhimbshme që ky kreativitet përdoret vetëm për protestë. Ndërkohë që të japim drejtime më ndryshme dhe dalin thonë shiko se ju po prishni turizmin, ju po bëni këtë, ju po bëni atë. Turizmin kush e prish? Ke parë turistët që vinë nga Shqipëria, që vinë në Shqipëri, rrinë nëpër kampingje, marrin ujë me vete, bukë me vete. Këto turistët nuk i duan Shqipërisë. Pse? Një që është turist tamam, ai s'ka rrugën, trafikun, s'ka kamajerin që është mërzit shpirtit dhe nuk ka faj, që s'ka komunikimin. Pra gjithë edhe i kamajeri shef me fut ati sepse si del rroga e gjëra tjera. Mendon se do të vinë një turist i kullu ty në Shqipëri kur ti s'ke gjëra të bas, ti ke rrumpall, ti ke koshët e plerëve, ti shko rrugat Tiranë Durrës në autostradë, shef koshët e plerëve. Çfarë imazhi keti? Çfarë imazhi ka ai që të shofi ty shtetin, policë që janë rrobat e zbeta, ti shef që shteti ka rënë sotri. Ti ke qendra, ke spitalin Nën Terezë, përballë Nën Terezës është një godinë e vjetër, janë ca plera aty. Ti më shëndetësinë, pra ti ke plerat përballë. S'po them, turizmi do dhe fasadën, do dhe të bukurën. Pra si mund të vinë një turist ty dhe çfarë bën, vinë këto pleqë që mezi ecin, nuk jam kundra këtyre, s'po them që diskriminoj. Por a sjell lekë ai lloj turisti ty?